Ajo që e bën edhe më të habitshëm këtë transakcion është edhe shuma. Sipas kontratës, rezulton se ata paguanin në vitin 1995 800.000 lekë qira mujore. Një vlerë kjo që jo për vitin 95 mund të konsiderohet stratosferike, por edhe sot pas 30 vitesh i njëjti ambient zor se jepet me atë çmim qiraje, pasi tregu edhe sot në atë zonë ka çmime disa herë më të ulta. Por për komisionerët e vettingut kjo nuk ka ngritur asnjë hije dyshimi që të mund të bënin verifikimin më minimal me çmimet e referencës dhe të tregut për atë zonë. Por siç do t'ju tregojmë edhe më pas, jo që nuk bëhet fjalë për një pagesë reale qiraje, por edhe vetë kontrata është dukshëm e falsifikuar. Emisioni Plug analizoi vendimin e KPK të shkurtit 2020 për shtetasen Irena Gjoka, trupa e kryesuar nga Roland Ilia dhe me antar Valbona Sanxhaktari dhe Genta Bungo, kanë konfirmuar në detyrë Irena Gjokën, edhe pse kishin plot fakte e prova për falsifikimet dhe pamundësinë për të justifikuar pasurinë.